At Dervishi Law Group PC, our goal is to offer comfort in times of need and yielding dedication to our clients and their families, to give a sense of trust and the confidence that everything possible is being done on your behalf. When a life-changing accident happens, people need guidance, compassion, honesty, and to be able to trust experts in the field of law. The last thing people need is to worry about anything but getting healthy and their lives back on track. Our clients deserve nothing less. Insurance companies feed on the lack of knowledge of the public and leave no stone unturned in an attempt to disclaim benefits to which our clients are legally entitled. It is an uphill battle from day one, which is why a call to our law firm must be done immediately after an unfortunate accident occurs. Please call Dervishi Law Group 917-496-8342. Amerikan, mirë. Edhe këtu thot Shqipëria ka interes, Amerika. Çfarë interesi përmendaj? Gjadrin. Jepi. Jo thot mund atë gjadrin të zgjerohet pista. Aeroplanet mund ngrihen prej aty që kanë linjën e mesme, prapë interes Amerikës. Rregull. Edhe bën stilin. Ata e kanë. Tash këto dy kanë dhe bizën këtu, tjetër. Mirë po. Këto është problemi tash që gjithë ne na bën fort. Fort na bën. Unë jam kundër. Qofse këta do të dinë. Dhe Trump e tha NATO është e vjetëruar. Fakt. Ha? Fakt. Mirë, tash me mbyllje dhe me tërmetën. Tash të kujtohet kur kemi qenë delegacion? Po, kemi qenë. Ne kemi qenë delegacion NATO 92. Ishte i pari delegacion duket apo se kështu, sa ishim 12 veta. Ishin edhe ushtarakët që kanë dhënë shtapit të tjetë. Kështu që ti e mamën bisedën që u bë atje që janë për parë në fundit janë thënë gjëra tamam. Tamam, u thanë tamam, ju thanë që ju në botë që do ndërhyni, se s'keni nga jamani, dhe e dyta, zgjidhja e Kosovës është bashkim me Shqipërinë edhe pavarur deri në atë kohë. A më rritën në atë logjik NATO? Tash Trump i thot NATO është e vjetruar. NATO ka qenë e vjetruar. Që kur u prishta këtë? Rusët, u tregon veshën e hoqën traktat. E hoqën traktat e Varshavës, bila ato janë 8 zemrum që se thon e tradhthun perëndimi tradhtoi marrëveshje gentlemane që i pat bë me Gorbaçovin që nuk do të ketë zgjerim drejt lindjes. Ata futi Rumaninë, Bullgarinë. Nuk e morën vesh atë pse. Tash un kam një frikë me kjo që NATO është e vjetruar. Për fat mirë Ministri i Mbrojtjes Matis thotë që do ta mbështesim NATO-s. Thonë se kur në Amerikë u e dini që presidenti thonë se kur ka dalë kundër Trumpit. Sekretari i këshilltar. Çfarë më shqetëson mua kjo që NATO është e vjetruar. Logjikisht duhet që prania e NATO-s amerikane në vendet e lindjes të dobësohet. Kështu Rusi inkurajohet kjo, se mos masokaj. Merse për Greqia. Po ka një gjë tjetër. Në Ballkan ka shtete që janë NATO-s. Serbia s'është. Malezi s'është. Bosnia-Hercegovina s'është. Ata mund të shkojnë me Rusin. Maqedonia s'është. Këto vende Gjermania i ka planifikuar si Jugosllavinë e tretë. Po pra ishte ke Gjermania me bë federat. Po për të bë federat për të futur. Mirë, po ç'do të thoshi? Nga këto, nëse këta hynë në Bashkimin Evropian, vetëm Shqipëria do të jetë NATO, 5 tjerët mund t'i mbajnë jashtë NATO. Lëshimi i parë që duhet t'i bëj Rusisë Trumpit tash për mos zgjerë më NATO. Teza serbe triumfon. Që ne thotë duam të jemi në Bashkimin Evropian, por jo në NATO. Pra, duam që stomakun në Bruksel, zemrën në Moskë. Slavia? Kështu? Tash si do të zgjidhet kjo, nuk e di, sepse është i paparashikueshëm. Politika amerikane është po ne të paktën kur i gjykojmë kështu si analist, duhet të themi mbasi shko deri një zot e çot ti ja thon në njëri në New York, ai dikush e çon atje, ne punën tonë e bëm në NATO atëherë tham që në Bosnjë duhet ndërhyni. Sa do të jetë Trumpi si Trump me fjalë. Politikën e jashtme në departamentin e shtetit ai 250 veta heq. Un kam një tjetër libër aty. Ai ka shkruar një Vali Nasr. Ka qenë bashkëpunëtori i Bushit. Ka qenë i Clintonit në departamentin e shtetit dhe ndihmës i Holbrookut në misionin në Pakistan. Ai ka një fjali interesante. Thot Obama pati e mundësi që të bëjë një
një freskim të gjithë. Por nuk e bëni se kishte frikë se mos gjithçka i kthehet në black crash. Që se fuqia prapa vepru se siç ndodh me topat. Edhe e humbi dhe bëni atë që kishin bë pararësit e tij. Nga fjalimi, pavarësisht nga retorika, pavarësisht nga populizmi, u prap mendoj që është në vazhdim të politikave të mëhershme. Ai klubi presidentëve nuk është pak vetë Trumpi që ka qenë aq kritikues në Obama, se pak unë të këshilloj me Obama. Pra, këtu tash kjo më pëlqen pak për arsye që duhet që të vazhdoj politika amerikane. Në Ballkan nuk besoj që ata edhe të mrin tek politika e Jesse Helmsit që e kemi thënë disa herë. Ajo është kulmi. Amerika s'po arrin. E këtu shpresoj që çështja çame tjetë pjesë e kësaj. Unë nuk them që duhet zgjidhje radikale. Se zgjidhjet radikale janë fundit. Por zgjidhja çështjes çame nuk është e vështirë, po të duan të zgjidhet nëpërmjet teorisë së drejtave të minoriteteve. Pra, të kthehet, të kenë të drejtë të kthehen çamët, ose do të kthehen me zor. Ti jep shtetësia, ti një shtetësia greke? Kush të dojë të shkoj, të jetoj atje, të shkoj e të vi? Tani bota hapë. Tash atje, të kenë statusin e minoritetit? Gjuhën e vetë, gjithë statusin që takon, po, profesor në parlamentin grek tash i qoftë se Ciprasi i çon Ramës këtë letër, që s'duhet më dhënë aty në statusin e... Nuk besoj që Rama do të rrishet. Jo, së rrishet, aso se me, po ai mund tjetë për mbështet pak Ilir Metën, që do ri humor nga kjo histori. Trump ka thënë se do të prishte kontratat me Boeingun, janë rreth $4 miliardë për avionin presidencial, ndërkohë që janë rreth $40 miliardë ose $50 miliardë për Lockheed Martin lidhur me bombarduesin F-35, dhe duket se Trump do të jetë agresiv ndaj kontratave të vjetra. Është e drejta e tij. Problemi është që a do të mbaj premtimet, të ndërtoj murin me Meksikën dhe a do të jetë me të vërtetë indiferent ndaj NATO-s dhe të gjithë aleatët europianë janë shumë friksuar, sepse ai ka thënë pa paguar nuk do të keni mbrojtje nga Amerika. Ai ka zgjedhur miliarder, të cilët e njohin ekonominë, njohin biznesin sipas tij, dhe ai do të ribëj dillet me të gjitha vendet, duke filluar që me Kinën, e cila spekulon me manipulimin e monedhës, do të jetë i ashpër ndaj saj, ndaj vendeve që arabe lidhur me naftën, ai do të nxjisë në një politikë për shpimet në Amerikë dhe për atë naftsjellësin e madh nga Kanadaja. Në lidhje me Ballkanin, deri tani Trump është i ftohtë, nuk e njeh politikën e jashtme, varet nga këshilltarët. Në lidhje me departamentin e shtetit, ai ka thënë se do të zhduk mediokrat. Fillimisht ai ka të drejtë të heq 250 vet që punojnë si emrim me politikën në departamentin e shtetit, por fakti është që stafi i tij ka kërkuar gjithë listën e punonjësve dhe ai disa herë gjatë fushatës ka thënë shikoni ato fytyrat e vjetra mediokre që bëjnë politikën e jashtme. Ata flasin në emrin tonë. Unë do të zgjedh vajza dhe djemë të rinj, të cilët janë brillant. Kjo do të ishte diçka pozitive edhe për ne shqiptarët, dhe mbase do të vi koha që ambasador në Shqipëri mos jetë nivel shumë i ulët, mos jetë nivel burokratësh, teknokrat, por ta ndjejmë dhe ne në politikën e jashtme. Shqipëria ka një aleat madh Amerikën, natyrisht do të jemi aleat e saj. Problemi është me kryeministrin ton, mbas deklaratave që ka bërë, dhe do të ishte në mirën e tij të jepte dorëheqje, por në zgjedhjet e ardhshme edhe kjo do të ndikojë. Do të fitojnë pro-amerikanët apo ata që shanë dhe ofenduan presidentin Donald. Ishte dimër, jam takuar, më ka pritur, ka dalë jashtë, edhe jeton afër një familje shqiptare, edhe ajo shumë e pasur, edhe më ka treguar, më ka thënë që jam i lumtur që kam një komshi shqiptar, më ka thënë. Më është bërë qefi shumë, jemi përqafuar, kemi dalë fotografi,
jam shumë i lumtur që ne kemi në Amerikë njerëz që na duan dhe jam shumë i lumtur që ne shqiptarët kemi treguar se jemi vital, jemi njerëz që vërtet e duam vendin ton, po e duam edhe këtë vend i cili gjithmonë na ka përkrahur. Përsi, kjo nuk diskutohet. Problemi është që në Shqipëri ne kemi sistemin zgjedhor skandaloz dhe po lejohen që para të hidhen në Amerikë për paguar lobist, madje edhe Rama ka paguar një nga Florida për të bërë lobbying të qeveria Trumpit. Trumpi që kur ka ardhur në pushtet ka thënë do të thaj kënetën e Washingtonit dhe nuk ka lejuar që nga administrata e tij për 5 vjet pas asnjë mos jetë lobist. Pra, nuk them se do t'i funksionoj, sepse ajo që Rama ka thënë për Trumpin ka qenë një akuzë skandaloze dhe natyrisht që segmentet saktuar të administratës amerikane, falë dëgjuesisë Bashës me intervistën në Breitbart News, e dinë se kush është Rama. Amerikanët kanë probleme tjera, natyrisht që ne nuk kemi qendra e botës dhe kjo duket qartë dhe pozita e vështirë e kinezo-amerikanit Lu, i cili nuk është si Gjermani, kancelari i Merkelit, pra nuk e ka sharë opozitën dhe deri diku heshtja është aprovim. Amerika ka problemet e saj, në qoftë se keni ndjekur, problemet janë me Korenë e Veriut, por edhe me Rusin e Putinit, njeriu që vlerësohet si njeriu më i pasur në botë me një pasuri nga 90 miliardë deri në 200 miliardë dollar sipas CIA-s amerikane. Në përplasjen Trump-Putin, Trump i vjen nga një familje e pasur, i cili në fëmijëri nuk ka vuajtur, ka bërë një jetë, po të themi gangsteri, thonjzat, djaloshi harakat, por që nuk ka vuajtur dhe nuk ka kaluar në kalvarin që ka kaluar Putini. Putini është i datëlindjes 1952, aq sa fatos nana. I ati ti ka qenë në luftë, është plagosur, ka humbur këmbët, është paralizuar dhe ka pasur dyshime që Putin mund të jetë i adoptuar. Kanë jetuar në Leningrad në një apartament 3 dhoma e kuzhinë, ku jetonën 3 familje, të cilat kishin nga një dhomë. Kuzhina ka qenë ndarë, banjo e përbashkët. Në shkallë të pallatit, si pallatet Agimi në Tiranë, stili rus, rrallë kishte drita, pis, dhe Trump dhe Putin ka qenë nga ata djemë edhe grupet e vogla gangstere, i cili deri në klasën e 7 nuk është pranuar në organizatën e pionerit dhe nuk është lejuar të mbajë shallin e kuq. Ka bërë një lëvizje të gjuar kur ka qenë në klasën e 4, është futur në kursin e gjermanishtes gjuhë, e cila do t'i vlente shumë më pas në karrierën e tij politike. Por familja e ema ishte roje në një fabrikë komuniste, ishte një familje nën mesataren, por kishin një daça në fshat, një kabinë druri. Putini, diku nga gjimnazi, ka shkuar tek zyrat e KGB-s në Leningrad dhe ka kërkuar që të jetë spion i tyre, të punoj për KGB-n, por një oficer i ka thënë që nuk veprojmë kështu, vim ne e të kërkojmë, jo ti. Dhe Putini ka thënë që ç'duhet të bëj unë që të jem në KGB, oficeri ka thënë që do të shkosh në universitet. Dhe Putini përfundon në Universitetin e Leningradit. Ka nota maksimale në gjermanisht, në histori, keq matematik. Këtu është një dyshim, si u dha e drejta për të qenë në universitet. Gjatë kohës së universitetit nuk del keq, vazhdon mirë me gjermanishten dhe është nga të paktët student, në mos i vetmi në kursin e tij, që ka një makinë private. Ka qenë thjesht një llotari që kanë fituar prindrit dhe para atë llotarisë ja kanë dhënë Putin për të blerë këtë makinë për të krijuar një lloj statusi. Diku nga viti 3 në fakultet, një oficer i KGB-s ka shkuar, e ka kontaktuar dhe e ka tërhequr në veprimtari. Gjermanishtja e jepte mundësi që të shkonte për KGB-n në Gjermani. Ai kishte dëshirë në Gjermaninë perëndimore. Në fakt, do ta dërgonin në Gjermaninë lindore, por duhet kaluar diçka, duhet shmartuar dhe ai brenda një kohe të shkurtër është martuar dhe ka shkuar në Gjermaninë lindore. Në 89-ën, kur fillon përmbysja e madhe, ai ndodhet në Dresden, godina e KGB-s rrethohet nga turmat mëdha që duan t'i vënë zjarrin. Putin është merruar dhe ai
këtë nuk e te kalon dot tek mendja ti mundësinë e një rebelimi popullor që mund të djegët gjallë. Ka bërë një blof, ka dalë për barë turmës, si ka thënë që aty kemi kundërtan, kemi bazuka, do t'i vrasim gjithë, turma ka ikur. Është kthyer në Bashkimin Sovjetik, vendi është gjetur shkatruar, duke pasur lidhjet KGB-s, përfundohen në Këshillin Bashkiak Leningradit, nën kryetari i Këshillit Bashkiak deri në zëvendës major ose kryetar Bashkisë së Leningradit. Këtu është shansi i jetës së tij. Një doktor Berzezovski, që fut me origjinë, i cili kishte filluar të bëjë një biznesmen i madh me shirtjes makinash të vjetra, më vonë do të jetë një nga oligarkët që ka akses te Jelcini, ka shkuar në Leningrad dhe ka kërkuar një leje ndërtimi dhe Putini ja ka dhënë pa i kërkuar as edhe $1, as një rubël. Kjo krijoi një miqësi midis Berzezovskit dhe Putinit dhe vizitat e dy palëve ishin gjithmonë preshme. Ai kujton një herë që ka shkuar dhe e ka parë Putin kur po bënte pushimet në Francë, në një apartament thjesht, dhe këtë emër e ka sugjeruar Jelcinit. Jelcini, i cili ishte zhytur në korrupsion galopesk, kërkonte dikë për ta zvendësuar. Berezovski thotë që unë do të bie dikë. Kur Jelcini e ka parë për të parë, edhe shumë i vogël, nuk ka asnjë fytyrë, s'ka as paraqitje, nuk e dua. Por në vonë është bindur, kushti vetëm, Putini nuk duhet të hetonte dhe të arrestonte për korrupsion në Jelcinin. U gjet një makinacion, në ndrimin e ditës vitit të ri të shekujve, Jelcini jep një lajm bomb, sot është era fundit që do të flas si president, unë do të jap dorëheqjen. Ndërkohë, si kryeministër, kishte emëruar Putini dhe e kaloi në zëvendës president, automatikisht mbas dorëheqjes Putinit të Jelcinit, Putini kaloi president në detyrë, acting president, çka i dha mundësinë që të fitonte zgjedhjet dhe pën pas ishte histori. Putini gjatë gjithë kohës ti ka pasuruar oligarkët, të cilët i kanë shërbyer, drejton me dorë të fortë, ka kthyer dinjitetin e Rusisë tek populli dhe me makinacione po qëndron në pushtet. Është njëri që nga ana strategjike dhe taktike është përpara Trumpit. Bota është në një përplasje që nuk dihet se do të shkojë. Korea e Veriut ka kohë që po teston presidentin Trump, por Trump nuk është si Obama, është më i ashpër dhe nuk do të jetë çudi që ai të godas përpara se Korea e Veriut kaloi në një aventurë ndaj Koresë të Jugut, ndaj Japonisë, apo në këtë kohë përplasjesh, natyrisht që çështja shqiptare kalon jo dytësore, jo tretësore, por shumë periferike. Memoria historike. A e ka shqiptari këtë memorie historike, këtë kujtesë? A jemi ne të vetëdijshëm që duhet të dim ta ruajmë dhe të kemi respekt për faktorët historik, jo vetëm këtu në Shqipëri, por dhe rajon dhe vendet përqark, sidomos me ato vende që kanë qenë aleate me ne dhe ato vende që kanë qenë gjithmonë armiq me ne. Me çfarë do të fillon sot Mulleti? Shoh që keni një libër të Havelit. Në memorien kombëtare. Ne kaluam një periudhë shumë gjatë, 50 vjeçare të komunizmit, edhe politika saj kohë i shihvi disa ngjarje. Edhe ne bëjmë mirë që i kujtojmë të, për me thënë disa vërteta historike për vlerat që ka Shqipëria të krahasueshme me vlerat europiane. Unë sot do flas për disa vlera mas vitit 1990 edhe këne e mrapa, se po i harrojmë edhe këto. Si për shembull? Ngjarja e parë më mallore, lëvizjes për demokraci antikomuniste është 14 janari 1990. Kur një grup njerëzish deshten tentuan të hekin monumentin e Stalinin në Shkodër. Është shkruajt shumë, flitet shumë. Abuzohet. Bile një prej këtyre Viktor Martini ka bolli një libër dëshmoj që e kena thonë këtu. Tjerë të festun me kryetarin e Kuvenit të Shqipërisë, Zojen Topalli, e festun 14 janarin. Det Kasneci, Gjerli Valli, edhe shumë vëgjere që janë autor të kësaj punë. Por çuditërisht harrohet një person. Ai personi ka vdek. Rin Monajka? Po, ka vdek. Ka 15 vjetorin e vdekjes tashti. Edhe unë do ta kujtoj se e kam edhe porosi nga jashtë.
nga një Fritz Radavani që ka bën një shkrim, edhe inshallah gazeta juaj do ta botoj radhën Ai tjetër. na ndjek nga Australia gjithmonë. Në historinë njerëzore njihen ose si thot Zvajku momente fatale, momente që ndryshojnë edhe historinë e njerëzimit. Për shembull, kapim rastin e fundit. Lëvizja arabe është bërë vetëm për një protestë që ka bën një shic ambulant që dogji vetëm. Dogji vetëm sepse i venin tatime ndodhi kjo, rasti e bani. Me këtë rast, Muhamet i jemi në kohën kur u vra Ceausescu. Edhe ndryshimet e mëdha po bëshin në Europë. Tash kishte me dominoja fundit kishte me Shqipëria. Në atë ditë ka qenë ambasadori gjerman në Shkodër. Këto djemë të ri, se shumica tyne ishte papunësia atër, por ishin para kafes madhe. Njani për këtyne ka pa ambasadorin Amerikan. Gjerman. Por edhe për me bisedu me ambasadorin Amerikan, tash ti po flasim. Gjerman, jo Amerikan, Gjerman. Duhet me ditë gjermanisht. Rin Monajka ka ditë gjermanisht. Rin Monajka dhe baba Rinit ka ditë gjermanisht, thot Frici se gjyshja tyne pas sa kënë austriake. Edhe i ka ecë paralel me ambasadorin, me një mënyrë, i ka thënë, si më në lët, ju ala me Stalinin, thot ai? Ambasadori. Ambasadori edhe kështu ta tentun, me herë. si nesër, mas nesër, da e hekim kështu. Sigurimi bani punën e vetë. Kishte gishtë sigurimin në televizje, shumë. Nuk do flasë për torturat që kanë hek to, det kasnecat e me shok, por Vitor Martinët. Një pjesë e këtyne e kanë shkrujt edhe e din Shkodra që ka nollë kja pumbë. Disa tjerë janë harru. Për shemë, Rin Monajka, unë kam pas fatin ta njeki këtë procesin e këtyne, pëse më lidhë jeta ma ta shefat e policisë kanë kene të sigurimit. Zyrleftar Amizi i ka ra, jo me shkop gomet, po me dru bashdarit që jetë në Shkodër, edhe këti i ka ra në kokë, edhe i ka qa Kafkën. Për kësaj qamis Kafkës, mas burgut, bon edhe burg, i dënun po, a i vdiq për kësaj qamis, për i Kafkës, se s'mujt mu rehabilitu edhe në vilak të Austrisë vdiq. 15 vjetë ma parë, ka qeshori ka 15 vjetorin. Shkodra, edhe institucionet që merë me këtë punë krimit e komunizmit, duhet i ven një plak për këtimore, ke shpia ku ka nejtë ky, ose në emrin rrugët, që mos harrojmë kujtesën e këti. A i vdiq që shkoj, por mos ishte ai që ditë gjermanisht, mund të vënote kjo punë. Mund të vënote. E shansi madh është që këto, me gjithsat e grupit tjetër i këtyne, e ban demonstratën. O demonstrata ma madhe që ka nollë në Shkodër, e kam pa vetë, kam kënë vetë, ka kënë një ditë e bukur janarit, 14 janar, edhe, po ju them edhe rasti se të njërës kanë shku me vetë mohim vdekje. Unë jam prezent, jam dëshmitar, atë ditë ka kënë një rast vdekje të Shkodër, edhe shku me mu pjekë, që pjekën zakon ditë djele. Një grua aty, një mike e asaj shpis, ka kënë, ne i them, Angja Gjan Margjinit, Angja Gjallësët, e Gjoni ka vdek, edhe pite dohan, qa ke maj Angja, i them. Thot, qa mësme pas, më ka mërë djali halalek, thot, sot, thot, edhe a këthet, a s'këthet ma. Dili herën, thot, mu, thot, shif atje qa bëhat. Atje qas, kishte fillu. Busi Salinit, ishte rëthu nga ish shefa kuadrësh, ish persona që me njoftë njerëzit ku shë bën protestën, po. Ma ne kanë kënë ato ambulancat me filma nga Tirana që ishin marë për me filmu në gjarit. Me gjithate, një protest, një gjujtje u ba kundër monumentit, një u e madhe u ba, edhe me thonë, u realizua ja andra. Por janë arrestu një, thënë 500, për 300 i di unë, për 500, unë nuk kam mujtë me mbrit aty. Bile janë arrestu njërës të fajshëm edhe pa fajshëm. Njërës fajshëm kuptimin që i dishin, po edhe njërës pa fajshëm që se dishin. E më kujtohet, është një vajza marsh, i kanë thy dhamt. I kanë thy dhamt, alas i ka dhamt sot. I ka bu dhamt, a kuptan? Ose tjetëri o hedhë për dritareve, për i torturave. I pjesë të në Hetosin, që i kanë arrestu për me ditë, me teknikë operative, ja kanë bon Tiranë, edhe Shkërnia. Për këtë rast për e themi gjanë, që është edhe refleksion edhe për ne, se sigurimi qitë të fjallë se filoni e spiju, edhe ne edhe mund të hanë shumë këtë punë. Edhe unë kam i rast që do të pranoj për një person, kure rastim qiti vjetë, kur o takova, kur pa merte dëshmine për dëmë shërblimit bugose politikë,
Unë i nejtë e fjeftoftë ati se. E dishe për spion Kur i sigurimi. kam pa dosjen, i thashëm falë, se kam pas opinion tjetër për ty. Kishte bë 4 muaj në spitalin e të marrëve. I kanë shumë i bë gjërpana se këta nuk janë normal, ta janë jashtë normale, sa kupton. Vitor Martini thot na kanë çuar në spitalin e të marrëve në Elbasan. Këto kishin çuar në Vlorë i pjesë tjetër. Edhe kështu, ta janë krimet më monstruoze që ka bë komunizmi mi çmend njerëzit. Edhe i shkote menja për shembull, po flasim Pierin Vela. Kishte kanë një mësues, kishte kanë kështu i përjashtuar për shkollave se ditë gjermanisht, ditë italisht, ishte ja pasionuar për apo një njerëz thjesht, a kupton? Edhe punonte kush do ta ketë botë, ta ketë botë. Kape futmen këtë tjetër po. Po i jap 3 raste. Pierin Deda ka vdekur edhe Pierin. Ky Pierin Vela është në Itali, punon 70 sa vjeç, po ishte mirë me shtet, po punonte. Domethënë ky djali Anxhe Xhanmargjinit është në Gjermani, a kupton? Kanë boka vite burgu, janë raj, nuk janë liru. Kur ka fitu nuk janë liru, kur ka fitu pluralizmi, janë liru me 31 mars 91-shin, a kupton? Disa tjerë janë liru në prill, po. Edhe Pierin Deda ka qenë një mësues si një autoritet, një Dostojevski, një letërsisë kështu. Kishte kanë arsimtar, më ne përfundoi si dizajnator, si punëtor, ka po punu ministrit jashtme në diasporën, në kohën e Sarrecit po. Në 3 gote, ma kanë bojt usin, thotë në Tiranë. Ma kanë bojt usin në Tiranë. Dhunë, aqë më tepër, Dëm Simon Jubani. Dëm Simon Jubani e ka lënë librin e vetë, e ka lënë Burgjet e mia. Burgjet e mia. Ky ishte hetusia 17 thotë. Edhe thotë, me erdhen thotë, unë ishte liru për i burgut thotë, edhe erdhen. Një ditë bukur kallënorit, të janarit vitin 19. Nemën popullit, cilë popull më thotë, edhe janë shu gjithë. O ju, thotë, për i bishkut. Domin, po. O ju, jo nemën popull. Unë e kam kry detyrën e të burgosërit thotë. Tash e ka rrallë me hyra Mizalia, që e ka shit vendin i herë komunistat ke Serb, i herë ke Jugoslav, i herë ke Kinest, e tjerë. Me lidhën durët mrapa, mi shtrëngorin deri në Kocë. Edhe 90-ën, po flasim janar, disa për tyne hetusave morin pensionet posaçme. I ke akoma. Kupton, po. Edhe e më kanë tërhek rëshan deri ka autobusit kështara për Tiranit, a thëmë. Pjellë nytë e në Verhoxhës, e keni rrallë një me hymë pranga, i thotë Dëm Simoni pa. Sa kalueshin i palë, fillën më shtynshin e mbishin shelma në Sorrat, në Golbaz, thotë, këta njështë thotë. Këtë rrallë nuk me thynë dhamë, se mi kishin këthy gjithë në burgun e Borrelit, thotë pa. Edhe, pa fletë për pështynë, thotë, me pështynë, me rrallë. Me trupru. Kështu, thotë, më shanë e vendin në përmjet 2 ambisat të më qunë në Tiranë. Në Tiranë, thotë, një oficer, vlonjat, thotë, s'mla gjapa ba. Kështu vazhdoj, hetusia jeme deri me 17 janar 90, thotë, e 11 të hetusi, që nuk zgjati ma shumë se 24 orë, lidhë dur shekamsh, edhe prangat gjermane deri në fund, edhe dikur dola për i burgot e më qitën. Aty thot për një njëri, që sot këtë njëriu është i shef sigurimit, i shef i të mlajve, të krimeve, e thot me emër. Është në Zeland 3, shkëllëzem barektari. Më ka thonë një burgosën, thot Dëm Simoni, dhe i besem Dëm Simoni, ca prit. Abdullah Sallaku, unë kam kënë shak shkollet me të, s'kena lanë gjam, pa shanë Verhoxhë kur ishim studenta. Kur hypin fuqi, s'ka lanë gjam pa ba, kundër grupeve antikomuniste që i ka kriju këta. Ky është i procesit të ti Gjevlet Mustaf, se ky, sot është në Zelandre. Ky ka shëjtnu bilate Alit Bajrami. Ky ka shëjtnu e ka Alit qënë Bajrami. Zeland 3. Tashti, Dëm Simoni e ka pru vetë. Si Dëm Simoni mund t'jenë edhe 10 tjerë që janë ra, kur kush nuk jep informacione, kur kush nuk i grumullon këto informacione. Duhet hap pa di për këta që janë raf. Po këto njerëz, ka njerëz që s'ja din për njerë këtyne. Edhe, më lejo të hapi muhabet se është historia romake nga ka pru, mendimi i shekujve ma përpar nga ka pru që Skorpion Afrikani thot që kishte pështu Romën, ma ne Roma, kur pështoj Roma, këta që hypen morën drejtimin në Romë, se harrun atë që kishte pështu. Kur vdic e la mamanet.
eshtrat e mi për Romën, popull mos më njos, i thot, popull më, eshtrat e mi nuk do t'i gëzoni. Dhe me thonë, nuk pranojmë i që eshtrat në Romë. Edhe kjo puna jonë pa del sikur, po vetë malkohemi të mos i vu këto njerëz në vendin e vetë. Po hapi një paralele edhe po zdi inshallah s'keq kuptohem edhe me dedën e ma të shokët e mi. Kur kam kënë drejtori policisë financiare, kam gjetë dedën e kam gjetë policitë financiare me urdhën të kryeministrit asaj kohë, nën kryeministrit asaj kohë Gramas Pashka. Edhe jashtë kritereve ishte, se s'kishte arsimin, por ishte. E një ditë po më thot një deputet ai kryetar komitetit thot. Marr burri thot, si se hoqe dedën 3 herë ta prumë me hek dedën se hoqe dedën. I thosh, nuk e kam hek 3 herë, sa i ka unë e hoqen më në dedën. Pse? Ti nuk e din kush t'ka bo kryetar komitetit, thash, t'ka bo shokët e detë s'kan bo. As ti s'din se kush që t'ka bo deputet. Shokët e detë. Mos mirënjohës. Tash ti po të them diçka i thash. Ty në 2 shokëve të mia, po. Ti je katolik, po. Nuk kam pa asnjëherë kur ulesh me hangër bukë me bo kërç, që je katolik i devotshëm. Kurse një atë rebelin, kur e merrshe me shërbim jashtë Shkodrës, fleshën atë, sa u çote nënde bote kryq, sa dhe buk bote kryq. Edhe kishte të mirë që ma thote pa dër zëfplumi edhe këtë psibori, qa bote ne i, ashtu, shkote urfete, kur ju jeni rëfy kërkuni, thash po. E aq ma keq. Kam shku e kam pa një dhomë, ke Celia Burgu 313, që është kjo ishte e djegun, ishte ajo. Pjesë të dyshëmes. Sa një tangari ma 50, thot ka ken një i Stalini, thot, desh me djeg vedin. Ishte djeg kreta i veni aty. Kush intereson, ishte ken deda. E mora këta mas disa kush. Hajde tu. Se ishi pa ata oficerët. Kush ka ken? Ka dash me djeg vedin. Edhe këtë nuk e meritan kë, me thonë ka dash me djeg vedin. Edhe kështu vazhdojmë. Aty, atë dit, janë dënu këto, po disa kanë pështu. Më kujtohet ata vlezit Haxhi, Kastriot e Allah Apollon Haxhi. Janë ra mënyrë shnjërzore, ata nuk kanë bërë burg se kanë gjetë i mënyra. Kanë shpëtu. Po këto ma një pjesë e tyne janë ngjarjeve të më vonshme që kanë filluar lëvizjen demokratike, për shkak për 13-torin që hek Enver Hoxha gjithë. Vetëm di që edhe një doktor që ka vdek tashti, Sander Ashta do të me adit për nërë Shkodra për arsye se ai lëshote raporta falso për me i thonë që këta nuk janë rregull shmendurisht, që mi shpëtu nga burgjit, nga dënimet, se dhe da dënu 12 burg, ai tjetër 8, ai tjetër 5. Po mos kishte ndryshuar sistemi do ishin në burg akoma. Tashti, po kështu me 13 dhjetor, kur u hoq busti Enverit i Enver Hoxhës, fati, kom kënë mi shok me Nikol Gjoni, rasti është histori e gjatë me thonë, edhe kam një kretat ngjarje. Edhe si vunën pastën, si vunën pastë, i vunë pastë, më shku në monitor të dhe, këto i din njerëzit. Po ti pysi shkodront, kush e ka bo aty, kur kush nuk e din emnat. Nuk e din emnat, se janë njerëz thjeshtë, njerëz rebela. Po, unë njof një 2, 3, kam pa njoftën, po. Një Lujt Surri, kam pa njof një Ceni, ka vdekel dhe Ceni vjetë, Cen Kullolli. Ceni me thonë tjetëri është, i soj thotë si na. E di që ka pojë Ceni, a i njëri ju i thjeshtë, po. Kur vdiq Macedoni, a i ka kënë student në institutin bujësor. Ka boj gjest kundër asaj ceremoni turpshme, edhe e futen burg. Këtë Ceni, më vonë, është për me hek të Stalinat e për edhe kjo është në të grupë. Po kalon një gjanë tjetër. Në gjyqin e 2 prillit, kjo është e që gjujti me këpuc gjyqin. Trupin gjykus e bashkë me ata që i fliqin aty. Ne kena pa më vonë që i kanë gjujt Bushin me këpuc. I pari që ka gjujt me këpuc është Cen Kullolli. Që ka hynë historikja këpuca Cenit. Edhe një dit, vdiq edhe Ceni i braktisur. I panderu. Pa punë. Në këtë punë do të vazhdojmë se atë ditë kur hek kanë folë shumë për ngjarjen e 13 dhjetorit, nuk du me hy, janë bërë disa u gjujti pushk, a gjujti polica, a gjujti një, zdi ku shepa të gjujt atë, po, edhe di që u thuj dyqan a i dhuratave aty, se ishte rruga Enver Hoxha. U thuj edhe plakata që thote rruga Enver Hoxha. Sot ajo është rruga 13 dhjetorit, po. Edhe gjaja më bukur është kjo, që
atë natë, Arben Imami, me 13 orë, këto dy, një ky Haxhi, kur u bë protesta, i mur mikrofonin, i mur qendrën atë mikrofonin, ja mur shefit policisë, hypi muajt, e tha, një gjë tha, sot tha, është një ditë e veçantë, është pa pluralizmi. Për herë parë që e shfaqi këtë po. Ishte Eken Veroxha në atë moment, një malësor aty tha. Allah i le tha, qa këtë pluralizmi për gashtë? Ja bën, i thot për partit shumë. Dhe me thonë, edhe kjo është një gjest që nuk e bën gjithkush. Edhe lemroj që u formu Partia Demokratike. Atë natë Arben Imami i frendësum të nesëmën, tha, ne Partia Demokratike i dënën të aktet e dhunëse të të. E vërtet atë ashti më vonë, kam mori gjanë që për herë patë të pëtë. U thujnë disa dyqane, në ty me Shkodrës. Mirë po, e vërtetën e kam morë vesh ato dyqane për mi dhënë kësaj frym, hajdutash, po, që kanë thuj dyqanet e kanë bëkshu, ka ardhë një mikrobus për Tiranët, që kanë bërë me gjersve, e kanë thuj dyqanet, edhe sa kanë dashtë, sa ato njërës që hajduta ka gjithkun, edhe kanë bërë këtë punë. Këshu, vjetë në ka vdekja dhe Dëm Simon Jubani. Po, me këtë ta mbyllim. Po, vdekja Dëm Simon Jubanit nuk është një rizakon. Nuk ka bota Dëm Simon Juban që një vetëm ka hap kishën. Ka bot 30 vjetë burg. Jo martir. Ja ka lënë martirët krishtizimit, ja ka lënë gjithve, a kupton? Edhe unë shkova në varrim, i thash një prej atyre që janë të të rritë ashti që i thash, pëse se ke shpallë sot ditë zije për Shkodrën? Thash, shumë e shpallë. Për që duhet me bëma ma tepër? Me pasi bust Dëm Simoni. Po kështu ka vdek një personalitet që për mua personaliteti madh, edhe kam refleksion, është Ferdinand Temali, që ka drejtu sindikatën në Shkodër. Edhe disa tjerë, kur një muj para se me vdek, ka vdek i ri, 50 vjeç. Më tha, si ke punë më Ferdinand? Pa punë, thot. Jam i dëshpërum. Edhe unë e njëm vetën të ashti, që nuk mujta me dhënë mundësi, si kë njëri me vdek, se mas i mujt vdek, i dëshpërum. Këto njerës kishin arru veprën e Ferdinand Temalit. A i ka drejtu lëvizjen sindikaliste, bashkë me Ben Borshin, Frica Davanin, Mohamed Gradecin, janë një 2 gra Raboshta edhe Zorba, e tjerë. Këto Frica është në Australia, i tjetër në Itali, janë shpërtashë. Si që në hapë gjithë. E di që kanë bënë këto? Se ne harrojmë shpet. Kanë bëjë grevurijet, e sindikata pa. Kryetari grevës zhurisë ka kënë Mohamed Gradecin. Po. Aja grevurijet ka bënë që zgjedhjet që do bëjshin 95-ën, u bënë 92-shin. 3 vjet e ka pru ma për para zgjedhjet, një. Edhe dyta. Jam një takim, edhe punën që kanë bë për 2 prilin, për me mprojt Radio Shkodrën, me mprojt janë vepër edhe ti. Në biset, edhe kam edhe herë si pendes, kur bisedoj sindikata me Ramiz Alin, edhe ky Ferdinand i e pite dohanin. Por kishte me të shofer, a kupton? Ja ti kishte kënë mësus, i famshëm. Mësus. Kur kanë dash me qitë, Komiteti i Partisë i ka thonë të flasish kundër padër me shkallës, i ka thonë nuk e bëj këtë punë se kam kënë zanë si ti. E unë mësus me dalë kundër zanë, nuk e bëj këtë punë. Edhe paten nuk i lanë ta me vazhdu shkollën, e tjerë. Por, kur ka fitu demokracia, Resh Sonim kujtohet, kur erdhi me festu në Shkodër, kesh ishpija pritjes tha, da qemi gotën e parë, dollin e parë për sindikatën. Mas harrojmë, se shetit një shetit në për Tiranë, kështu për punë, është një Gzim Shima. Një tjetër thot, kush është Gzim Shima? Është e Gzim Shima që ka kënë kryetari pari sindikatave Shqipërisë. Kur e Gensheri, kur takoj opozitën, parin që ka taku në resht, ka kënë Gzim Shima. Ma ne kanë kënë të partit. Ne do t'i fiksojmë edhe të vërtetat. Katrin Lalumjer mari ka taku këto. Sekretarja Këshillit të Europës pa di se Katrin von Koll, edhe personalitete shumë të mëdhej. Gjithashtu, ka edhe këj vdekjet që kanë dhanë në Shkodër, është një person që nuk mund të harroj, është një Ernest Perdoda. Ernesti kishte kënë student i 50 që i kanë futë në burgje këto, kishte bo burg,
ka qenë kryetari i Partisë Demokratike të Shkodrës. Edhe i burgosë politik, edhe ai vdiq, por nëse ka fitu Shkodra, që fitote ka jetë 8-0, 8-1, ishte besimi që kishte populli e këto figura. Pra ne nuk do t'i harrojmë këto. Sidomos të Shkodrës. Tashti. E funit tani që ta mbyllim. Kemi ardhur minutët e fundit. Unë deshta për i këtë. Për sa i përket kam edhe një, ja kena borshmon zot një Havelit, famshëm. Unë kam i libër, ma ka palloru i shkreti u bollë kë Oran Kalakula. Veprën e Havelit me memorandumin po. Kena shkrujt vdiqë dhe Haveli, kanë folë gjithë për Havelin, kanë folë, ka thonë, unë jam shqiptar. Kur erdhi puna e bombardimit. Mirë, po kanë harru unë do t'ju kujtoj një ngjarje shumë interesante. Kjo, unë jam shqiptar, ka hynë politik, ka hynë në fjallorin e politikës për ishte për bombardimit. I bin Berliner, unë jam berlinez. Ai u bë shqiptar kur Amerikani bombardoi Serbinë. Kjo është koptim plotë. Kennedy erdhi kur u bë muri i Berlinit. Kjo ishte një formulë, tha, unë jam shqiptar. Nuk du me folë që ka bëhë Haveli, e kanë shkujt gazetat. Si së kujtu kush, që në korrik, kur hynë në për ambasadat, Haveli ka pru avionin presidencial në Tiranë, ka morë një 23-27. Po kanë shku në Çeki, po. Edhe i ka prit vetëm Prag. I rënë të lajmet e Italisë, më imë. Lajmet e Italisë ka kënë Paolo Fraiese, si sot e mbajme. Paolo Fraiese, i gazetari famshëm. I gjatë, po. Po, që ishte plagos në luftën e po këtë se mbaja me që ka dalë Haveli. Edhe ai pari që ull me portretin e Havelit, me fotografi. Haveli ka qu avionin e vetë personal. Haveli ka prit atje. Nërto 23, 27, si shkrujti kush mërburit, do me thonë. Faleminderit Haveli. Edhe a meriton Haveli jemë në rrugët këtu? Më shumë se një jemë në rrugët. Okej, do të merrem me javën tjetër, do merrem me javën tjetër, para se me fol për javën tjetër, do ju them një gjë. Jemi të fundi Tanush, shkurt. Këtu kam një gjuhë për sa të pash Toptani. Për Kongresin e Lushjes ju fol. Po. Nuk është e vërtetë se Kongresi i Lushjes ka nxjerr Tiranën kryeqytet. Ku është vendos Tirana kryeqytet atë? Kam dokumentat historik këtu. Po, çfarë thuhet? Edhe thot Durrësin, kur qeveria o nisë me shku në Durrës, nuk i kanë lënë italianët të Durrësak, ato qeveria Durrësit, edhe ka netja 3-4 ditë ka vaj. Se po ta shofis datën, qeveria tamam zyrtarisht ka hyrë me 11 shkurt Tiranë. Do me thonë nga 31 janari. Që është vendos? Deri me ku ka net qeveria? Nava ka net? Po, ka net disa ditë ka vaj. Unë fatmirësisht, fatkeqësisht, kam kanë internum ka vaj, unë kam net ke shtëpia Gjialogushve. Net shtëpi, që ishte shtëpi fantastike e madhe, saraje, po, kishte neti pjesë e qeverisë. Edhe aja plaka shtëpisë ne i tregote këtë punë. Një zoje në rume Shqyqirhanqja, i thoshim na. Edhe më vonë ka ardhur, edhe masi Tirana o bot de facto kryeqytet nga Mytesing Liçi, Refik Toptani, Qazim Ulleti, 4 vjet o diskutu me hek Tiranën nga de facto me dë. Ashtu, grupi parë ka qenë me bo Vlonin, grupi 2 ka qenë me bo Shkodrën, grupi 3 Durrësin, grupi 4 Elbasanin, ka mrit deri edhe Puka, edhe kjo Kruja, edhe Kavaja. A me Xhoku ka qenë për Kavajën, se ka qenë deputeti. Ata biçakçisht kanë qenë për, do me thonë, a diskutua, janë dokumentat të shkrume. Kujti ngel merita pra? Në kuvendin kombëtar Shqipërisë kanë vazhdu. 25 zogu më ne, e shpalli dhe jurë. Edhe, vjen keq që dhe sërën kanë shkujt, nuk është shpall republik, më zëtë një, është regjencë. Regjencë, po. Regjencë është, i ka qitë ata personalitetet. Edhe, kjo është edhe një mesazh për sa i përket të qendrës detyrës që ka Instituti i Integrimit, Instituti i Studimeve të Krimeve të Komunizmit. Këto njerëz po vdesin. Duhet me marrë dëshmitë e këtyne, duhet me marrë rastet e këtyne. Duhet ishin vënë njerëzit, duhet ishin vënë në komision njerëz që i takon ajo punë. Që i takon kjo punë. Bi. Rallën tjetër të flasim qendresën antikomuniste me armë. Këtu kam dokumentin zyrtar për postribën. Në ju ta dinin qendrën e NATO-s, në Kaiserlautern, Gjermani, memorialin e luftës Stoft, a kushtu edhe për 156 heroj shqiptar. Është t'ju bi fotografi. 156
nuk flet kërkush, kush i pruni këto heroj që Desantët. Ai pruni NATO, ai pruni Perëndimi. Tash gjithsecili ka vendin e vet. Kanë marrë dëmshpërblim. Kush i vrau këta njerëz? Edhe fundit bindet baballarët e tyre që janë deputet nga Majta. Nga bisedat që patet me Baletën, për kuriozitet, për Toptanin edhe serbët lidhin. Ne si familje nuk kena pas në i lidhet madhe me Toptan, se kena pas probleme, po i bim shkurt ty në popë. E vërteta është, e sap Toptani, që ka emni në rrugë atje, edhe kjo është e vërtet absolute, edhe që kundërshtarët e ti shpifin se i ka marrë paret për Serbis, e vërteta është komplet ndryshe. E vërteta është kur forcat austriake muren për para Serbët, ishin 5.000 djemë nënash Serbë, i muren për para. Alatët, të ditë forcën e Sat Pashës, i thënë shpëtoj këta. Edhe kë ka marrë shumicën i ka marrë për Dibrët. Ka i gjysë Apolonit ditë. Është fatura, i ka Dibranve, hajde t'i shpëtojmë këta, edhe i ka përcjellë me buke, me ujë, se da 5.000 vete, e i ka qunë Vlonë. Për Vlonit, ka marrë anije me qera, edhe i ka qunë Serbi. Kjo faturë është 5.000 Napoleona Flori. Edhe këtë ka marrë, këta e më pare që kanë shpenzu për këtë, ne të ashtë i kundërshtarët e tyne, edhe i thojmë e late që nuk e ka. Një. E dyta, vetëm këta ka taku president nga me. Ja tjertë, janë lafe kotë. Edhe treta. Ato e kemi thonë. Nënat e këtyne djemve kanë propozut i vetë i emën rrugët. Edhe është hero i, si më thonë, për shërbimi që i ka po. Kur e vranë e Sat Pashën, se jam kapë dhe në institutin në Akademinë e Shkencave, kur e vranë e Sat Pashën, s'kishin ku me varrosë. Edhe do ta varrosin jashtë mureve se ishte musliman, a kupton kështu po? Komuniteti serb e ka marrë ka varros në vorret serbe. Këta dinë se mos kujtoj kurse se thonë ka historian që thonë e ka vorrin në Serbi, vorrin e ka në Francë. Po ke vorret serbe. Të janë vërteta historike që s'ke kam ik. Do të merremi përsëri javës tjetër përsëri me këto. Falenderoj.